është shumë interesante historia e Jusufit, Zoti që ka prur në Kur'an, ku tregon Allahu që Jusufi është kanë në burg, me kriminela. Jusufi ka shtinë në burg pa drejt, ka qenë i pafajshëm. Mirë po, a ndodh kjo ndodh. Edhe sot ka shembuj tillë, edhe jo të pak, që njerëzit pafajshëm futen në përburgje për shkak që i kërkojnë drejtat e tyre. Edhe Jusufi, për shkak që s'ka pas krah, e kanë futur në burg. E kanë akuzuar, kanë shpifë dhe kanë futur në burg. Por kanë futur në burg me kriminal. Edhe dy prej shokëve të tij që janë kanë në burg, që janë kanë të akuzuar për krime, kanë pa ëndër, secili e ka pa kanë ëndër. Zoti ka përshkruar në Kur'an këtë ndodhi. Edhe është interesante ëndra e njërit prej tyre. Të dyjat janë, por çka është më rëndësi që ky i dyti thotë, unë jam të po ëndër, thotë që shtrodh sharrosh, marroj sharaki, me përkësi kështë bukfal. Kun po ëndër që të marru raki. Edhe po lypin për Jusufit me ja u sharru ëndrat. Se Jusufi ka qenë, do të thotë, interpretues i ëndrave. Tash para më ndërë një pejgamberit, me thonë, për shohë ëndër që të marru rrësh, spjegojnë që dhe me thonë. Me dalë tash raportin na, sot. Dikush me thonë, për shembull, unë ku me shërby alkohol, ose qasja e parë, ose përgjigja e parë që këshim një adhonë është. Në këshim përmen dalesën. Dalesën edhe Përjashtimin. Përjashtim. Jusufi a.s. që api thëtë, Allah për shumë Kur'an për thëtë, o shoku jam i burgut. Këtu i ka drejtu dëve, o shok të mi të burgut. Po tash këti që kam ja spjegu në ndërë, për punën e rakijës, kë pejgamber, kë kriminal, i dhujtar, mas përës, shukon musliman, plus në një haram që e ka ndalu Zoti, apo përashton Jusufi jo. Për të shok të mi të burgut. Për qëtë Jusufi vetën, baraz me ta. Shokina. Kur me këto shka bën, automatikisht ja fiton zemrën atina. Si mos të përjashtosh, si ti mos të mbivlerësosh vetën me të, për këtë tregot një shembull tjetër kur ka shku njëri dehun te një dietar, tash më mos pun kujtohet ai dietari, po është rasti vërtet, edhe i thot duket e Buhanifja ka qenë, thot ku mardh, thot mu pendu, thot po unë jam i pjaft, pi shumë, pjandur, alkooliqar, thot e kam nevoj mu pendu, peni që i du, adin, me më falë Zoti, thot është mirë, thot mu pendu në ti bashkë, thot mirë unë alkooliqar, ti qka, thot po ti e pipe e alkoolit, pe rakijes, thot unë një pipe e dynjes, thot kështu që dytë po kërkojnë fale. Alamet djetari, po për mos me lanë ata që muni që veqa është keq, i gabushëm. Do thot, pse e bën këto? Për me fitu zemë, për mos me alëndu në gjenjat atina. Edhe kjo, do thot, na me rënu dikonin, për shkak gjunave që i ka, nuk e kema drejt. Sa që është shpërbim shumë i madh të Zoti, që nëse dim që dikush e ka një të keqe, një të met, ato më janë mbulu. Se ka premtu, Allah e gjëshon që kush janë mbulen një të met dikuna, Zoti ka më në mbulu njësë në ditën e gjykimit. Kështu që nështë dikush e llogarit që pse mundohet me poshtru dikon një moment, ai ka fitu, realisht ai ka humb. Edhe humbje të madhe. E ka humbë ato që ka mujtë me fitu, me përfitu, me afru atë njeri, si mik, me këthim rrugëtarit, jetën ko ka humbë se ka hi gjunat e Zoti.